shoqërisë shqiptare, por reagojmë duke u larguar. Reagimi është ajo. Është reagim, është si thua. Po mund të jetë më i gabuar, por është mundësia më e mirë që një person në një moment caktuar gjen edhe për vetën e vet, gjen për familjen e vet. Mos harrojmë që njeriu në fund e fundit është për një kohë të limituar në këtë tokë, dhe rrjedhimisht sot mundësitë janë edhe më të hapura, dhe në momentin që në vendin tënd ti trajtohesh si një skllav, në vendin tënd ti trajtohesh si njeri i huaj, në vendin tënd ti trajtohesh si njeri që nuk të do. I rrezikshëm për politikën, për shoqërinë, sigurisht ti do shkosh në një ambient ku ka vlerësim për ty, shikon mundësitë e ty dhe shikon hapësirë me qëllim që ti shërbej shoqërisë shqiptare, prezenca e shoqërisë ku ai apo ajo vete, prezenca e personit. Dhe kjo është dështimi më i madh i shoqërisë shqiptare. Ky episod u mundësua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe Stacioni Libraris.